Shpjegoj unë, tani mori gjik profesori. Jo, ma ato mlenit flasë. Maradonën kur e pyetën për golin që bëri me 6 driblime që nga mezi fushës deri te porta e kundërshtarit, i thanë bëre mrekulli, i thanë botror. Edhe përgjigja e Maradonës tha vetëm një ekipi si Anglia mund t'ja shnosh këtë gol, askujt tjetër. Pse? Karakteristikat e futbollit anglez lindin nga kampionati që ka. Anglia nuk luan kurrë mbyllur. Është një ekip që merr rrisje përsipër. Dhe një ekip që merr rrisje përsipër shikon evropianët e shikojnë që s'çajnë pjesa kontinentale, jo ishulli, se evropianë janë dhe ata. Pjesa kontinentale italian luajnë catenaccio, rrinë gjithkohën në mbrojtje, shkëputen 2 herë në sulm, të bëjnë dëm njërin nga këta, pastaj të riqen prapë mbrojtje. Anglinë se ke as ndeshjet e kampionatit që nga kategoria 6 deri te niveli më i lartë, të gjithë luajnë futboll kreativ. Po ta veshë, e pam që edhe Anglia rrit në një mbrojtje. Me Kroacinë po lunte, nuk po lun me të barës vlefshmet e veta. Është edhe i problem tjetër, se ne do e shohim Kroacinë kur luaj me ekipe cinike, kur luaj me ekipe si Portugalia, që do qarkulloj topin 3 orë, do i shkoj te porta vetëm 2 herë, dhe ato 2 herë do ta përvloj. Anglinë nuk e kemi pa ende në aksion që t'i japim vlerësimet. Asnjëra ekipet mendoj se nuk i kemi parë në aksion. Po sigurisht, po për t'i dhënë pikë larta. Për sa kohë Anglia nuk do të ndryshojë këtë stil loje që ka, se e kanë temperament, është në kulturë kombëtare. Do vazhdojnë luajnë të njëjtën në futboll. Për sa kohë ka bërë këtë shartimin me trajnerin gjerman, patjetër që Anglia ka bërë një reflektim, po themi, të futbollit vetë, edhe është në gjendje që të shikoj. Se po në habisni, po vajte i trajner gjerman, po dhe Sven-Goran Eriksson, trajneri huj ishte, trajneri math ishte, vajte t'i injektoi mentalitet ri,